Dy persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore janë lokalizuar dhe arrestuar nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale në një terren të vështirë në zonën e Fushkuqes, pranë Lumit. Operacioni u zhvillua bazuar në informacione operative dhe ka pasur një nivel të lartë të rrezikshmërie. Të arrestuarit janë Alket Xhixha, 42 vjeç, banues në Fushkruj, dhe Elvin Merlika, 47 vjeç, banues në Mamuras. Të dy këta shtetas ishin shpallur në kërkim pasi gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kishte caktuar ndaj tyre masën e sigurisë, arrest me burg për 3 akuza të rënda: sigurimi i kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje në bashkëpunim të posaçëm të grupit kriminal, grupi strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga grupi strukturuar kriminal dhe organizata kriminale. Gjatë ndërhyrjes, dy të kërkuarit u gjetën të armatosur me pistoleta dhe armë gjau. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 2 armë zjarri pistoleta të fshehura brenda çanteve marsup, 2 armë gjau dhe municion luftarak, 2 radio ndërlidhse të ngjashme me ato që përdor policia, 1 elek antiplumb. Forcat speciale bijojnë punën për dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale dhe gjetjen e provave të tjera që lidhen me këtë rast.